Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi i bëri apel prokurorisë posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit që të vijë në parlament për të kërkuar imunitetin dhe arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Bardhi argumentoi se vetë SPAK-u ka vendosur standardin që kur pozita penale e ish-zëvendës kryeministres Balluku rëndua, prokurorët kërkuan ashpërsim të masës së sigurisë duke ju drejtuar parlamentit me kërkesën për arrestimin e saj. Në këtë logjik, pas njoftimit se Balluku po hetohet edhe për veprën e korrupsionit dhe pastrimit parave, Bardhi deklaroi se SPAK-u duhet vijë sërish në parlament për të kërkuar heqjen e imunitetit, duke theksuar se ky është një test besueshmërie për prokurorinë e posaçme. Prokuroria e posaçme ka vetëm një mënyrë për të kaluar testin e besueshmërisë në çështjen Balluku, të mos bëj politik sipas interesave të momentit apo gjendjes politike të kryeministrit. Për këtë SPAK nuk ka nevojë për deklarata, ka nevojë vetëm për një akt. T'i drejtohet pa asnjë vonesë, siç ligji e detyron Kuvendit të Shqipërisë me kërkesën për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinda Ballukut. Sipas kryetarit të grupit parlamentar demokrat, kryeministri Edi Rama po ushtron presion mbi drejtuesin e SPAK-ut që kërkesa për arrestimin e ish-numrit 2 të qeverisë të vijë pasi të mbarojnë protestat e qytetarëve në shtator. Prokuroria e posaçme u detyrohet sot shqiptarëve përgjigje për disa pyetje. Kush po e pengon prokurinë e posaçme të zbatoj ligjin? A ka ndërhyrë Edi Rama te drejtuesi i ri i prokurisë posaçme për të shtyrë të paktën deri në shtator zbatimin e ligjit dhe të njëjtit standard për çështjen e Belinda Ballukut? Në datën 4 qershor, SPAK njoftoi se ish-zëvendës kryeministja Belinda Balluku po hetohet për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave, ndërkohë që pak muaj më parë, prokuroria e posaçme bëri të ditur se Belinda Balluku është marrë pa ndekur për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera. Në dhjetorin e vitit kaluar, SPAK-u kërkoi nga parlamenti heqjen e imunitetit Belinda Balluku dhe arrestimin e saj, por majoranca socialiste në mars erëzoi këtë kërkesë.